Me një sallë të mbushur plot, Teatri Migjeni priti natën e parë finale të edicionit të 31 të konkursit Bilbilat e Vegjël të Shkodrës këndojnë. Një traditë e nisur nga mjeshtri i ndjer Kujtim Alia për të promovuar talentet e reja në muzikë. Në këtë natë konkuruan 11 formacione korale të shkollave publike dhe jo publike të Shkodrës, si dhe 11 interpretues të këngës qytetare shkodrane. Unë jam i habitur me organizimin e atë parë, shumë e vështirë të mbledhësh 10 vetë, jo të mbledhësh qindra fëmijë. Dhe ajo që të bën përshtypje është kultura e familjeve shkodrane për të sjellë fëmijët për të kënduar në kor. Përveç se sjellin një atmosferë të gëzueshme nëpërmjet këngëve, marrin një fëmijë dhe një kulturë, një edukat, një eksperiencë që ka vlera për jetën e tyre. Çmimi i parë për formacionet korale ju dha korit të shkollës Zemra e Krishtit, ndërsa në kategorinë e interpretuesve u shpall fituese Mei Hoxha, vetëm 6 vjeçe, njëkohësisht konkurrentja më e vogël e këtij edicioni. Shumë mirënjohës dhe falenderus fëmijëve në radhë parë shkollës, por edhe drejtoreshës të Qendrës Kulturore Urjeta Kelaj, e cila ka hap dyrë të reja, vizione të reja dhe ka bërë mujtën që gjithë shkollat e Shkodrës të shpalosin vedin. Ja kushtoj momit, gjithë familjes tame, familja jeme në zemër tame. Konkursi i zërave organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia do të vijojë me natën e dytë finale, ku do të konkurrojnë fëmijë të klasave nga e para në të nëntën, të përzgjedhur nga faza gjysmëfinale, ndërsa i gjithë aktiviteti do të transmetohet në ditët në vijim në rrjetin e Radio Televizionit Publik Shqiptar.